Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së peshqive. Do bëjmë leximin e vitit 2026 të dashur. Dhe si që shihni jam duke ndezur një timian që nga këta timianët quhen timian për bekim. Dhe uroj që nga janari të dashur peshqi deri në muajin dhjetor qofshi bekuar. Qofshi bekuar në shëndet, bekuar qofshi në familje, punë, karierë, dashuri, bekuar bekim me paqi në atë personale, dëshira, përmbushje, zhvillim dhe atë profesionale të dashur peshqi. Dhe si që shihni, kam hapur 12 letra që pasqyrojnë në 12 muajt e vitit. Por që dua të keni të mos më mbani për fjale, se cila letër po do i marr 2 nga 2, janari shkurti, marsi prilli dhe kështu me radhë, po që mund të them që do ndodh diçka në mars për shembull, dhe nuk do të thot patjetër. Energjia ndryshon nga ju vet, fokusi, përqendrimi, veprimet e juaja ndryshojnë në rrjedhat. Mund të ndodh më herët, mund të ndodh pak më vonë. Prandaj, po fillojmë të dashur me 2 të shpatës, që është janari, dhe shkurti, faqe e shpatës. Shikoni, këtu e keni, në fakt, për të marrë në përgjithësi letrat, kur shikoj është peshqit hyn në këtë vit me goxha dyshime të thella, se është 2 të shpatës, si në një lloj kryqëzimi, një lloj udhkryqi. Dyshime të thella, lodhje mendore dhe pak emocionale. Ke pasur shumë hezitime peshqi, keni patur, shumë pritë dhe pak, ndoshta më vonë, ndoshta pastaj, shumë sakrifica pa përgjigje të dashur, pa asnjë lloj përgjigje. Dhe pak është kjo ajo nga neglizhenca juaj. 2 të shpatës dhe faqet të shpatës tregojnë se mendja ka qenë aktive. Por zemra me një farë mënyrë sikur e bllokuar. Dhe 2026 nuk lejon kësaj radhe të dashur peshqi të rini në mes dhe andej dhe këtej, në një farë mënyrë sikur të uler në 2 karrige. Ose përpara do ecni, ose vërtet do mbyllet në një farë mënyrë. Janari dhe shkurti, pra, fillimi i vitit vjen me vendime të shtyra, peshqit janë në mes të 2 rrugëve, 2 të shpatës, një që është e njohur, por pak e lodhshme për ju, dhe një tjetër re që pak e frikson. Çfarë ka aty? A duhet të lëviz? Faqe e shpatës tregon informacione, mesazhe, biseda, ndoshta dikush që shfaqet për të hapur një temë të vjetër, për t'ju qartësuar diçka. Pra, çfarë mund të ndodhë realisht është një bisedë që nuk mund të shmanget më, një vërtet del edhe nëse nuk ju pëlqen. Dhe fillon procesi i vendimit aty. Është pak si një fillim me dyshime, me hezitime, me mosdashje të flitit për diçka ndoshta që ka mbaruar, apo të mos preket tani ndoshta më vonë, por që këtë nuk e anashkaloni dot. Hecim me marsin dhe prillin të dashur, kemi 3 të kupës dhe yllin. Uroj të më shikoni kështu, ja, ta mbaj. Këtu vjen një lloj lehtësimi i parë në vit dhe goxha i madh. 3 të kupës sjell mbështetje, njerëz që gëzojnë për ju, sikur dhe familja dhe jetë sociale më shumë, ose një rreth shoqëror që të rikthen buzëqeshjen të dashur peshqi. Ndërsa ylli këtu sjell shpresën reale, absolutisht asnjë iluzion. Një periudhë më e gëzuar për ju të dashur, do të ndjeni më lehtë emocionalisht, do filloni të besoni sërish tek vetja dhe absolutisht tek një ardhmë që filloni ta planifikoni. Kjo është faza ku peshqit fillojnë vërtet një shërim nga çfarëdo që keni kaluar nga ky vit që jemi duke lënë. Maji dhe qershori të dashur peshqi është 10 të shpatës dhe vdekja. Letra të mëdha dhe letra goxha me rëndësi. 10 të shpatës këtu është
kogja një pikë forte e vitit, tregon fundin e një dhimbje, fundin e diçka. Në fakt, kjo letër pasqyrohet edhe kështu: më e keqja ka kaluar. Fundin e dhimbje të gjatë dhe vdekja e vulos këtë fund. Kur them vdekja, mos u trëmni, nuk është vdekja që i njohim ne njerëzit. Vdekja në tarot është asgjë pos rilindjes, pos gjërave të bukura, pos përmbylljeve të mëdha dhe një jetë të re. Një lidhje, një situatë ose model po mbyllet përfundimisht, nuk ka më kthim pas. Mund të ketë dhimbje, mund të ketë pak, që është normale, në çfarëdo, nuk do thot patjetër në lidhje, mund të jetë çfarëdo që jeni duke përmbyllur, por do jetë kogja çliruese të dashur peshqi. Dhe kjo është mbyllje që duhet të ndodhte shumë më herët. Korriku dhe gushti të dashur e kemi drejtësinë dhe mbretin e monedhës. Kogja letra të bukura, kogja letra të bukura. Të dashur, drejtësia pas tukisë vjen stabiliteti, absolutisht. Drejtësia sjell drejtësinë karmike, ndërsa mbreti i monedhës sjell siguri materiale dhe emocionale. Vendime të drejta që do favorizojnë energji e bukur, që do favorizojnë vendimet e juaja, dëshirat, mundësi për stabilitet financiar ose një lidhje serioze. Do ndjeni shumë më të sigurt të dashur peshqi në zgjedhjet e juaja, që nuk do thot vetëm kur thash mundësi për stabilitet, mund të jetë stabilitet në lidhje për ata që i kanë në rregull financat, por dhe stabilitet në financa ose një lidhje serioze, siç e thash. Do të ndjeni absolutisht më të sigurt në zgjedhjet e juaja. Këtu peshqit ndalojnë së jetuari me frikë. Do thot kogja bukur që në këta muaj. Pastaj vazhdojmë me shtatorin dhe tetorin të dashur peshqi. Shikoni, kam 10 të kupës që është letër e përkryer dhe 4 të kupës. Kjo është periudha e paradoksit emocional, të çfarë kështu. Nga një anë 10 të kupës sjell përmbushje, familje, ndjesi, plotësi, dëshira të përmbushura, me gjithë së bashku, Ilberi po shëndrit. Dhe nga ana tjetër 4 të kupës tregon se peshqit nuk kënaqen me gjëra gjysmake. Kësaj radhe i duan gjërat tamam ashtu siç i duam të gjithë. Jo, mjafton kaq, nuk ka më këtë vit, apo vitin që po vjen në fakt. E kuptoni çfarë dëshironi realisht. Refuzoni ofertat që nuk ju emocionojnë. Dhe nuk pranon më, ose nëse do, pa një po të plot. Nëntori dhe dhjetori të dashur peshqi është faqe e kupës dhe 9 të kupës. Viti mbyllet me hapje të re emocionale, absolutisht. Faqe e kupës sjell ndjeshmëri, fillime të vogla por të sinqerta. 9 të kupës sjell përmbushje personale. Absolutisht një dëshirë, një ëndër do vihet në jetë. Do ndjeni shumë mirë me veten dhe me çdo gjë përreth vetes. Fillon diçka që ka potencial afatgjat. Dhe këtu të dashur peshqi kam nxjerr 2 letra bonus, që është too busy, shumë i zënë, këtu. Dhe kjo është një farë mënyrë, një letër e qartë se peshqit kanë përdorur apo do përdorin angazhimet si mburoj emocionale. Çfarë do të ndryshojë në vitin 2026? Nuk fshiheni më pas jam i zënë, nuk mundem, s'është koha tani. Nëse do diçka do ta bësh prioritet, jo si më para, ta shtyesh. Nëse s'ka kohë për ty, nuk ka vend në jetën tënde. Këto janë pikat kyçe që do jenë prezente në vitin 2026. Por letra tjetër thot, universi është duke favorizuar absolutisht në favorin e juaj. Kjo letër vjen si vulosje e vitit të dashur.
gjërat fillojnë të rrjedhin pa forcë, pa i detyruar, sigurojnë çdo gjë në vendin në kohën e duhur, çdo gjë bëhet ashtu siç dëshironi. Por, takon njerëzit e duhur, siç thash, në kohën e duhur, vendimet që duhet t'i merrni do të çojnë përpara kësaj radhe. Absolutisht asnjë gjysmë hapi pas. Ky vit, të dashur peshqi, nuk të kërkon të shpëtosh askënd, të kërkon të zgjedhësh veten pa ndier asnjë vaj. Kësaj radhe prioritet të keni veten e juaj, ëndrat e juaja, qëllimet që të arrini aty që i keni anashkaluar për çfarë do lloj arsye, apo nuk ka qenë të qarta. Çdo gjë më mirë do qartësohet. Të dashur peshqi, uroj të jetë një vit i përkryer për ju, gëzuar.